deklarata një gazetari amerikan i cili ka pyetur Departamentin e Shtetit lidhur me nëngratat e Berishës ka shkaktuar reagime në Shqipëri. Gazetari amerikan është shprehur që i është drejtuar Departamenti Amerikan duke pyetur nëse Berisha mund të udhtojë drejt Amerikës dhe përgjigjja që ka marrë ka qenë një po, ai mund të udhtojë drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës. Për të folur për këtë temë kam të ftuar në një lidhje direkte nga SBA-ja aktivistin e njohur Sadri Kortoçi. Sadri, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit edhe nga ju. Ju uroj një ditë të mbarë atje. Sadri, si e keni pritur këtë lajm? Po, e kam pritë në vërtet nuk e besova për momentin derisa hina këto mediat, shkova të pash atë postimet e gazetarit amerikan, që unë se kam njohur personalisht kështu si kur gazetar, por ishte në charge, si me thonë, ishte në ka kalu në këtë medjen, si kishte media Axis, ka kalu në 2025 edhe ka mbulon të shi pjesën e shtëpisë bardhë dhe në Florida. Një gazetar i njoftën që ka qenë NBC News, ka pas disa pozicione në media dhe në raport me politikën kombëtare të Amerikës. Kjo ishte domethënë arsyeja që shkova edhe pash. Puna e nëngratës unë e kam thënë prej fillimit që kam bë paraqitjen e parë në media shqiptare që për një logjik, për një njeri që ka logjik, sa dhe pak mu qetësu edhe me ul edhe me mendu se si erdhi nëngrata, ajo dihet. Tjetër gjë se mediat e majta, mediat afër pushtetit, deputet e partisë që janë sot në qeveri e paraqesin se kur dam këzez të shtetit Amerikan ndaj Berishës dhe familjes Berishës. Me një logjik njerëzore në një person, pa marrë parasysh se çfarë force ka pas në një vend, ka qenë gjitha postet drejtuese kur kishte 8 vite që nuk ishte në asnjë lloj funksioni vendimarrës përveç se thjesht antar i parlamentit shqiptar, deputet që çdo moment nuk pajtohej me korrupsionin, me padrejtësitë që i shikonte ke qeveria Rams e dizajnohet nëngrata. Fakti që Edi Rama disa muaj përpara se kjo të bëhet publike, në mes parlamentit shqiptar i tha, e pyeti Berishën, i tha, a kalon dot oqeanin? Domthon nga kishte gjithë këto informacione Edi Rama. Kjo thjesht ka qenë e dizajnuar nga Edi Rama në raport në lidhje me Antony Blinken e në lidhje me George Soros. George Soros nuk ka lidhje se a në gjuhë shqiptarët e besojnë ose së besojnë. Njerëzit që din edhe e din lidhjet e George Soros me Antony Blinken edhe George Soros kanë biznes bashk. Janë domthon parat aty ka të bëjnë me para. Antony Blinken ka qenë sekretari i shtetit. Sot Antony Blinken sot është nëngrata në shtetin, në departamentin e shtetit. Këtu duhet me kuptue se sa e si është bë nëngrata e Berishës. Ndërsa populli atje, populli në Shqipëri dëgjon mediat, dëgjon kryeministin shqiptar që me paturpsinë më të madhe dele bën sikur me qenë të fol me fëmijë kopshti, sikur me qenë të fol me njerëzit që nuk kanë asnjë lloj lidhje me jetën, e paraqet sikur kjo është bë nga Amerika dhe ti s'mundesh me bë Amerikën si me qenë me pagu ose me bë sikur me qenë lojë fëmijësh. Unë i pare personalisht
momentin e parë që Sali Berisha është bë dizajnuar nën grata, nuk kam ardhur në vërtet në Shqipëri, kam ardhur në momentin kur bë ajo kuvendi kombëtar ke stadiumi. E në momentet e para kam thënë që unë në vërtet du me tregu nëpërmes mediave, nëpërmes nëse ma jep dikush mundësinë që t'jem i pranishëm mediat, që t'ju them shqiptarëve se kjo ka qenë gift, ka qenë dhuratë e lidhjes Edi Rams me Antony Blinken, Yuri Kim. Thjesht çdo njani që punon, që ka një vend pune, motivi i parë që dikush e merr një punë është përfitimi monetar, domethënë pagesa. Atëherë kur ke edhe fuqinë vendimarrëse, atë bëhet lidhja të dyave. Kështu që të dy palët, edhe Rama, edhe Blinken, edhe Yuri Kim kanë qenë, domethënë të gjithë të, si më thon, të një fjale që me heq Berishën, jo Berishën si person, se Berishën si person vetëm po e vran, me heq komplet atë pjesën e popullit demokrat, 100.000, 200.000, 50.000, 10 veta, se s'po flas me shifra, se nuk e di sa janë eksakt shifrat, po flas se Berisha ka qenë përfaqësuesi këtyre njerëzve. E ti kur mohon atë drejtorin ose prisin e gjithë aty njerëzve, ke mohu njerëzit. Nuk është problemi se ke mohu Sali Berishën, se Sali Berisha në atë kohë domon kishte dhënë ndërheqje që në 2013. E kjo është e keqja, edhe unë kam pas sulme nga më të ndryshmet emron Berishën. Nuk është problemi me mbrojt një person, problemi është me mbrojt kauzën, me mbrojt të drejtën, me mbrojt ata demokrat që u përjashtun komplet, nuk ne dim fakte që qysh në kohën që ka qenë ambasadori Lu, masën ka ardha ambasadori tjetër Yuri Kim, çdo protest që ka bërë Partia Demokratike, gjithë tehu i administratës amerikane është që mos e bëni dhunshëm se do të nxjerrim si parti jashtë ligjit. Po si mund të nxjerr një parti jashtë ligjit pse proteston kundër padrejtësive, kundër keq qeverisjes. Kjo domon duke i hapur publike që kishte dorë se gjithë strategjia e të majtëve që kanë qenë që nga Obama e deri sa iki Biden ka qenë që me nështrua pjesën tjetër popullsisë, me fitua e majta, me fitua ideologjia e tyre, ideologjia liberale, me pas një hegemoni botnore. Por këtë domon nuk pavarësisht se bota ka shkuar në vërtet ndoshta edhe më shumë se sa duhet në drejtim majtas, me ardhjen e Trumpit kjo ka për të ndryshuar, edhe ndryshoi, edhe ka filluar me ndryshua. Çfarë do të thotë për zotin Berisha dhe Partinë Demokratike vetëm 3 ditë para zgjedhjeve ky vendim, dhe a do ndikojë në zgjedhjet e së dielës? Në vërtet, kjo është, nëse është bërë vendim, unë kërkova më në Google, është në proces, por që vendimi nuk është marrë akoma, menohet për ardhin e Amerikë, domthon ndoshta vendim edhe mundet me qenë më vonë, por nëse i sigurohet një vizë, kjo është gjë e mirë. Për mendimin tim ajo thjesht ndryshon disa njerëz që akoma besojnë, sidomos kjo pjesa që ka pushtetin, thjesht është që me tregu që kjo ka qenë e përgatitur nga lideri tyne, nga kryeministri shqiptar, bashkëpunim me me thonë që edhe Basha ka pas një rol të veçantë në atë mes, por thjesht ka qenë gift, si më thonë, ke demokrat që ja boni Edi Rama, mes lidhjeve që ka pas me
George Sorosin, edhe George Soros ka siguruar lidhjen me Antony Blinken. Kjo në vërtet mundet me qenë pak faktor të disa njerëz që janë të lëhatshëm në Shqipëri. Nëse kjo bëhet, fakti është se votën jetën e përditshme e kanë shqiptarët atje. Nuk e vendos Amerika jetën e shqiptarëve. Shqiptarët duhet me zgjedh qeverinë e vet, me zgjedh njerëzit e duhur që i përfaqësojnë ata. Nuk është një ardhje e Berishës apo Ramës ose një takim që bëhet në Shtëpinë e Bardhë zgjidhja përfundimtare. Është ndihmë, kuptohet që administrata e Trumpit nuk i suporton Majta, e dihet botërisht, edhe po mundohet që me reflektu me ato gabime që janë bë të qëllimshme nga administrata e Bidenit për 4 vitet e përpara, edhe sigurisht qysh ka qenë Obama, që ka filluar aty ka marrë edhe krisjen, ndoshta edhe ato marrëdhëniet e Berishës si person, si përfaqësuesi i Partisë Demokratike, aty kanë filluar krisjet, ndoshta qysh me ardhjen e të majtëve në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ka ardhur duke thelluar. Kjo ka përqenë, si me thonë, për mu kjo non grata ka ra në momentin e parë që kanë fituar republikanët tu. Tjetër gjë se si interpretojnë Shqipëri, atë moment që të djathtë kanë ardhur në pushtet, dihet që non grata ka rënë komplet. Unë di një fakt që kur erdha në 2021 në Shqipëri, edhe u ktheva në Amerikë mas një muaji ose 2, një person në vërtet i njohshëm familjar më tha që të ta shikosh ta që një ditë Berisha ka përdalë si për ujtë. Edhe e pyeta se pse. Tha se çdo gjë ka qenë e dizajnuar nga të majtit, jo të majtit si komplet si administratë, por thjesht individ saktur, individ që kanë qenë thjesht të nisur nga interesa monetare. Sot Blinken nuk është në gratë për vete në departamentin e shtetit, nuk ka asnjë lloj akses. Imagjino Antony Blinken nuk ka akses në departamentin e shtetit, që ka qenë njëri i dytë mas Biden. Antony Blinken, Biden, e dini shumë mirë, nuk e di se sa kanë pa një ditë para se Biden ta dorëzonte mandatin e tij, e dekoroi Alex Sorosin. Pse dekoroi? Dihet. Nuk e di se sa ka qenë distanca kohore mes dorëzimit pushtetit të Biden tek Trump, por di që ka ardhur Antony Blinken në Shqipëri, e ka dekoruar Altin Demanin. Nuk ka rëndësi se qa themon, qa thu ti, faktet janë këto. Për qa ishte nevoja me dekoru Altin Demanin Antony Blinken? Pra drejtësi që bane me regjinë e George Sorosit, apo pra drejtësi të Altin Demanit që sot ka arrestuar me urdhën e Ramës kryetarin e bashkisë, dhe akuza është për mathjet o për brendshme të gruas, më fal për shprehjen, po kjo është akuza. Kur në Shqipëri nuk ekziston, fizikisht nuk ekziston një incinerator. Është një lloj sikurse unë shkoj në një dyqan, në një vend ku bojnë kafe, ta paguaj për kafe, mos të m'japin kafe. Tashi kjo ka ndodhur në Shqipëri, mediat e majta, disa tjerë edhe nga ona e
Partisë Demokratike ose disa tjerë besojnë se gjoja është drejtësi, por unë asnjë lloj besimi nuk kam, domethënë që aty ka drejtësi të mirëfillt. Pasi çdo gjë bëhet me urdhën, me është dirigjuar, nga Edi Rama. Kështu që Sadri, shpres, fal. më falë për bëj një pyetje. Sa That's okay. mendoni ju që ka ndikuar edhe kontrate lobimit, jo vetëm për këtë që ai mund të thoj drejt Shebas, por edhe nëse Berisha fiton zgjedhjet, pra a ishte një vendim i dur kjo kontratë dhe a ishte, po themi, në të mirë të Partisë Demokratike? Sigurisht që është në mirën e Partisë Demokratike, pa marrë parasysh edhe sikur t'jenë Partia Socialiste në pushtet, nëse ke marrëdhënie drejta, marrëdhënie që nuk cënojnë interesat e kombëtare ose interesat e popullit, nuk ka asnjë lloj të keqe që Shqipëria si vend i vogël të kenë, si më thonë, marrëdhënie të ngushta, të forta, politike, diplomatike, ekonomike me shtetin, po flasim ndoshta superfuqi që është United States of America. Lobimi që u bë këtu, domthon, sigurisht që ndoshta ka shpejtuar atë procesin, jo se këtu blehet departamenti i shtetit ose blehet administrata e Trumpit me miliona dollar me shtyp diçka nëse është diçka që ka qenë e vërtet, por fakti, sikur se thash, kjo ka qenë thjesht e kurdis, ka qenë e dirigjuar nga qeveria Rams. Departamenti i shtetit e din këtë gjë shumë mirë, por problemi është se edhe koha ka qenë shumë e shkurt. Këto janë procese që kryhen nëse del një vendim me heqjen nga gratë, është një vendim që shkon gjatë si periudhë kohore, se janë procedura, se si dhe me qenë puna, Antony Blinken ka përfaqësuar departamentin e shtetit, ka qenë në pozitat mëdha edhe nuk mundën paktën për sy ose aparencën e botës me heq vendime për një muaj ose për 2 muaj. Ajo është proces. Por fakti është se nëse, sikur se thash, fitoria është heqja non gratës. Domethënë nuk ka nevojë as me pas vendim, as me marrë vizë, nëse Berisha, nëse populli shqiptar mendon që krahu i këtyre partive që janë opozitar, të gjithë votojnë kundra partisë që është në pushtet, atëherë nuk ka nevojë as për vendim të pasi është i pranuar nga vetë populli shqiptar edhe normalisht që edhe Amerika si shtet i lirisë, i drejtave njerëzit, i demokracisë, ka për të pranuar Berishën si lider ose sikur kryetari i forcës më të madhe në Shqipëri. Si shikoni zgjedhjet e së dielës? A besoni që do ketë ndryshim dhe PD-ja do vi në pushtet? Në vërtet, unë shoh pozitive. Unë shoh shumë pozitive lëvizjet edhe entuziazmin ke shqiptarët në gjitha mitingjet që bëhen. Mitingjet e Partisë Demokratike nuk janë mitingje me forcë. Njerëzit dalin me vullnetin e lirë. Askush nuk është i detyruar që të shkojnë ke mitingjet e Berishës. Mitingjet nga krahu tjetër janë me një entuziazm të origjinal, sikur ajo kur kujtohet vitet 70, kam qenë i ri në atë kohën vërtet, por di që kur shkonte Xhaxhi gjithmonë me lule, me daulle, me këngë, e njëjta
e njëjta skem, brezjet ndoshta edhe nuk e njeh këtë skemën e propagandës që kanë bë baballarët e ndoshta edhe disave dhe gjysht aty në që mbajten në Vërhoxhën. Kjo është ata që sot nuk don me dhanë me lëshu ose me thonë ato privilegjet, karriget, ato privilegjet e biznesit, të forces ose të power, si thonë, që t'jep pushteti. Janë të njëjtit njerëz. Nuk janë të njëjtit ata të partë e tyre kanë vdek, por sot janë nipat, mesat, bitë e tyre që kanë shiju privilegjet e 50 viteve. Janë ata njerëz që kanë majt një sistem mes Evropës, mes po flasin vendeve që sot edhe Amerika habitet me mënyrën se si është ndërtuar Evropa dhe ku ka lind demokracia në fillim. Shqipëria ka qenë vend komunist, vend i izoluar, vend që më shumë se sa 60%, 70% e shqiptarëve kanë dorë Turqitë në Vërhoxhën, pjesa tjetër kanë ndajt ndoshta në heshtje ose një pjesë kanë dhënë edhe jetën e tyre se nuk kanë pajtuar me atë sistem. Njëjtit njerëz janë vetëm që janë rrit në një gjys sistemi andaj diktaturë, në gjysmë sistemin tjetër që është as diktaturë as demokraci, domthon janë kthyr një dorë njerëzish që janë rrit në të 40 vitet e fundit, 50 vitet e fundit, njerëz që s'kan as ideal, s'kan as karakter, s'kan as fe, thjesht janë njerëz që mendojnë përfitime me atë sa ju jepet mundësia që vetëm të plaçkitin në atë moment që kanë diçka në dorë për një firmë ose për ajo që pozita që kanë në atë vend në punës janë. Kjo është, si me thonë, sot, ku ai populli tjetër që do tërket ose brohet për ta janë të friksuar se janë të kërcënuar me një vend pune, detyrohen për hir të familjes, për hir të bukës fëmijëve. Ne kena pas një shprehje që kena pas thonë buka fëmijëve detyrohesh me shku ke dera e hasmit. Kuptimin e fjalës edhe një ndoshta që ke pas hasëm për hir bukës kalamajve je detyruar me shku me dhënë dorën. Kjo është situata së Shqipëri. Mediat e praqisin sikur çdo gjë është normale, sikur çdo gjë është perfekt, kur në të vërtetë unë personalisht s'po marr përgjegjësinë e gjithëve, kur vim në Shqipëri e shohim situatën aktuale ku sot Shqipëria ndodhet. Të tjetosh në Tiranë sot çdo gjë duket kështu me pa nga avioni kryeqyteti ose me drone duket që janë ndërtu, janë bën ndërtesa, por asgjë nuk është me rregull, sikur e shef kur ulesh në Gjermani ose në të aeroportet e tjera. Domethënë çdo gjë është se kur futesh pastaj ke jeta reale, aty vetëm trafiku, vetëm ndërtesa që bëhen sot janë një faktor që e detyrojnë atë popull mu largue, mos me qenë asnjë lloj problemi tjetër, sikur me pas një rrogë $4,000, $5,000 në Shqipëri, po flasim, diçka që ndoshta nuk ekziston për momentin, aty të bëhet jeta e padurueshme, vetëm nga trafiku, vetëm nga parkimi, vetëm mënyra se si ti ballafaqohesh me realitetin çdo ditë. Nëse ti jeton në Komz ose jeton në periferi edhe ke një punë në Tiranë, normalisht duhet me përdor ose transportin publik ose makinën personale. Por që kur ti e nëz makinën mjes, e derisa kthesh nga puna, domethënë të ka fillu një stres i panevojshëm. E kush e ka sjell këtë stres? E ka sjell ai njeri që kërkon mandatin për herë të katërt, që ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës, që ka qenë kryeminist për 3 mandatura edhe kërkon një të katërt. Atëherë çfarë mundem me prit për atij populli që akoma e dorë tërket atë person? Nuk jap dot asnjë lloj shpjegimi, këtu i kem
Kemi sa dush edhe këtu që kanë ardhur nga Shqipëria, që kanë qenë, kanë përfituar të privilegjet e pushtetit më pashëm, janë fëmijët e ty ndoshta, e nipat, që akoma kanë atë nostalgjinë e fryteve që kanë korë pushtetit para, tash e kanë nostalgjinë e pushtetit sot, edhe të atyne privilegje që asiguron pushteti mes korrupsionit, mes vjedhjes, mes hajnis, që sot po tush në çdo institucion, çdo bashki, ti nuk kryen dot asnjë lloj shërbimi, po nuk pagujte. Po nuk pagujte, ajo dihet botërësht, dihen se si ato njerëz që punojnë nëpër bashki, nëpër administratë dalën në bërhasën, pasi bosi tyre, kryeministri shqiptar është ai që i përkrah këta njerëz që e din shumë mirë se vjedhin çdo ditë, se marrin para poshtaverisë me krye shërbime që qytetarët i paguajnë taksat, me taksat e tyre ata sot paguhen, gjithë administrata, gjithë, domthon komplet shteti është funksionon në bazë taksave. E këto njerëz, qytetarët e thjeshtë detyrohen që në çdo zyrë, në çdo pjesë, në çdo zyrë të administratës, ke doktorë, ke shkolla, ke pastrusja, ke kudo detyrohen që të paguajnë pasi nuk ju kryen shërbimet. Të shikosh mediat e paraqesin sikur çdo gjë është normale, njerëzit kanë shërbimin falas, shëndetësinë falas. Edhe në Amerikë shëndetësia është e pagume nga shteti për njerëzit që nuk kanë të ardhura, për njerëz që kanë ato të ardhurat mujore në bazë të pjesëtarëve të familjes, nëse ti nuk je e japën një shifër, pak a shumë ajo shifra është që me pas mundësi që ti në bazë të ardhurave me pagu banesën, me pagu ushqimet e sot, po prapë nëse ti nuk arrin atë standardin, shteti të jep atë health care, si thonë ta, të jep shërbimin falas, ndërsa një pjesë tjetërve kanë siguruar nga kompanitë, e pjesa tjetër që nga kompanitë që punojnë, pjesa tjetër që nuk janë në punë ose nuk kanë akses me pas një sigurim mjekësor, detyrohen me pagua ose s'kan fare. Një pjesë nuk kanë fare. Po zëm shembull, por nëse ti e don, e merr shërbimin, e paguën sigurimin, po e ke shërbimin, një lloj sigurimi qenë një i zgjedhur si kongresmeni, sikur një qytetar i thjesht, shërbimi bëhet i njëjtë. Shërbimi është i pothush i njëjtë me gjithë qytetarët, pasi ti je në shërbim popullit. Ti je doktor, ai ti. Kam dhe pyetje të fundit. A besoni që me ardhen në pushtet Partisë Demokratike mund t'i ndodhë që zoti Rama mund të shpallej non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Kjo puna, kjo non grata ka qenë e dizajnuar nga të majtët, vërtet. Të majtët e kanë nxjerrë, Obama e ka nxjerrë këtë. Është një lloj sikur se biografia në kohën e Xhaxhit, që njerëzit që kishin nuk u pajtoheshin sistemit, ose nuk u bindeshin sistemit, ose njerëz që kishin familjar që u arratesin atë kohë, i bëshin kulak ose i burgoshin. E njëjta gjë sot ndodh, por sot ndodh në një mënyrë tjetër. Sikurse kjo non grata, domethënë që e filluan të atë majtit që me dëmtu ata që ishin pushtet, përpara ndoshta ose kishin pretendime për pushtet të djathtit, e nuk gjetën asnjë lloj metode tjetër përveç se me dizajnue se të papranishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë personalisht nuk e besoj që këta merren me atë punë, por di një fakt që çështja me McGonigal nuk është komplet e mbyllur në Amerikë.
pasi njerëzit që kanë qenë edhe kanë folë përpara për Megan e Gat, për korruptimin e tij, sa damet I ka bërë Amerikës, por fati ai ka pranuar vërtet se ka dashur me lehtësu se nëse ai do kishte shku, domethënë nëse nuk kishte pranuar ato akuzat, dënimi do kishte qenë shumë më I madh. Kështu që Rama e din shumë mirë, edhe elektorati vet, edhe ata që duhet të kasin, duhet ta kenë parasysh, edhe ta kenë, si më thonë, të shujtën ke dera kur hyn ke zyret, se nuk I ka, domethënë Rama s'ka për ta shkel Washingtonin, për sa t'jen të djathtë në pushtet, pasi këta nuk I suportojnë partitë e majta, partitë ish komuniste, partinë socialiste që është Shqipëri sot, që përveç se njerëz janë edhe ata njerëz që e përkrajnë partinë socialiste, po ky përveç asaj, ky është I lidhur me kartels, është I korruptuar, ka bë njerëzit dëshojnë edhe për tradhti kombëtare, në lidhje me Kosovën, bashkëpunim të hapur me Vučićin. Domthon se s'po flasim për ato prej fillimit kur ka marrë pushtetin derisa se nuk ka sinumroj dot ato skandale që janë bërë. Kur ka fillu një fushat, edhe marrën fushata, asnjë gjë nuk flet për programin, asnjë gjë nuk I përmend as Erjan Velin, as zëvendësin e tij që është narrati, nuk përmend ministra që I ka në burgje, nuk përmend kryetarët e bashkive, nuk përmend as I moment nuk e ke që ai përmend korrupsionin, po bën organizime me kore që tamam të kujtohet kori I Partisë Punë Shqipërisë, kur e shef sa me logjiku s'ka lidhje se qa mendon ti ose unë, zëti. Unë sa dhe me qenë, unë nuk e ofendoj diko ose nuk e bullizoj diko. Pash diku nuk e di se anaj nga jugu që me korë, kënoshin gratë për bufin. Edhe këta qeshin. Dëmon, një popull bullizus që dominon me force, që e ka marrë me pislek, me vjedhje vote, me kërcënim për vend pune, në lidhje me drogat, me njerëzit që janë të fuqishëm në botën e mafjas, edhe detyrojnë atë pjesën tjetër të popullsisë me heshtë, edhe ata që votojnë për ata detyrojnë me heshtë se kanë të rrezikuar vendin e punës. Unë kam njerëz të mi që punojnë në Shqipëri, në bashki, Tiranë, në Lezhë, në vende të tjera. Di faktin që ata janë të detyruar të votojnë për Edi Ramën, për ndryshe e humbin punën, e nëse humb punën, ai person do të më kthy atje nga ka ardhur, do të më kthy në Tropoj ose do të më shku në Skrapar. Pse? Se nuk ka asnjë lloj rrugë tjetër pse ka ardhur në Tiranë, ndoshta ka bën një shtëpi, se ka paguar akoma ose ka një apartament që duhet më paguë, atë nëse tis e humb punën, nuk ngel gjë tjetër përveç se më kthy atje në fshat nga ke ardhur dhe u kry puna, edhe detyrohet që me votu, me zort Edi Ramën, edhe thot populli më don, populli më votojnë. Edhe ata vetë e dinë që nuk I voton populli, po e vjedhin votën. Edhe është fatkeqësi për një popull që arrin edhe shet vetveten për një vend pune. Por sikur se tash, edhe se unë e shoh prej këtu, e shoh prej larg, por në fundit tash buka e fëmijëve çon ke dera hasmet. Kjo është se nuk kena shumë vetë ndërgjegjësim si kom, jena njerëz që mendojmë thjesht për vete, jena selfish, si thonë të Amerikanët, nuk mendojmë më shumë për te vetes. Kështu kena bën kohën e partisë, edhe përpara, kështu e bëjmë edhe tash. Atëherë ç'a mundesh me prit për atij populli? Më thuaj ti mua. Nuk
Por shpresoj që ata njerëz që ndihen pak a shumë, ndihen se vendi është në drejtim të gabuar, ndihen se nuk kanë qenë të mirë qeverisur, ata njerëz që vërtet shohin ma tepër se sa vetvetja tyne, nëse mendojnë që duhet me ndryshua, që japin votën atyre që s'ka lidhje a japin Berishës apo këtyre partive tjera. Thjesht, nëse mendojnë se për këtë 12 vite qeverisja ka qenë ma keqe se sa ka qenë përpara, atëherë duhet me bën ndryshimin. As së kam forcën as pushtetin që ti detyroj njerëzit që të them, okay, kjo është mendimi im dhe ti duhet me bëj ashtu, se ajo nuk është demokratike, por ata e dinë më mirë vetë. Nëse populli ka vullnetin e lirë, nuk është i shtrëngum nga një presion ose nga një vend pune, sikur se thash, ose për hir të biznesit, për hir të se duhet me jetu në Shqipëri, atëherë Rama thjesht i garantuar që nuk e bën as 60 deputet. Por sikur se tash janë ato arsyet e tjera që ndoshta një pjesë detyrohen se s'kan fuqi, karakter, janë thjesht njerëz që kanë marrë një vend pune ose janë servila, janë njerëz që nuk dalin dot te vetvetes, edhe pajtohen me atë keqen edhe votojnë Ramën. Sadri, shumë faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit edhe nga ju.